A ke kaluar ndonjëherë një periudhë në jetë ku duket sikur gjithçka është ndalur? Sikur asgjë nuk shkon për ty. Askush nuk të kërkon, dihesh i padukshëm, i harruar, nuk ka lëvizje, asnjë shenjë dhe fillon të dyshosh në veten tënde. Mos vallë kam bërë diçka gabim, mos e kam humbur bereqetin, apo Allahu nuk është më i kënaqur me mua. Jo, nuk është asnjëra prej tyre. E vërteta është se ndoshta ti i ke bërë një lutje të sinqert Allahut. Ndoshta ti ke kërkuar diçka të madhe, si martesë me dikë që është i devotshëm, një punë me qëllim, një jetë me bereqet dhe paqe të brendshme. Por në Islam, lutjet nuk janë thjesht dëshira, ato janë fillimi i një procesi që Allahu e vendos në lëvizje. Dhe kur i kërkon Allahut diçka që është në nivel më të lartë, ai nuk të jep menjëherë, sepse duhet të të përgatisë për të. Dhe kjo përgatitje shpesh duket si boshllëk, izolim, humbje ose refuzim, por në realitet është mëshira dhe urtësia e Allahut. Kërkove një bashkëshort me iman? Allahu po i largon prej te ata që janë të paditur, emocionalisht të lënduar ose që do të largonin nga feja. Kërkove një karrierë që ka dobi, që është halal dhe që përputhet me qëllimin tënd? Papritur, humb punën që kishe, të largohen nga puna ose burime financiare thahen. Allahu po të shkëput nga vendet ku nuk ka rritje, ku ka padrejtësi ose fitime të ndyra. Kërkove rizq të bekat, kërkove më shumë pasuri dhe ndodh një humbje financiare në fillim. Ti humb diçka në dukje, por Allahu po të pastron rrugën për atë që është më e mirë për ty, për rizq halal. Pra për momentin ndjehet si refuzim, po edhe unë kam qenë aty, kam menduar se gjithçka dhe të gjithë po më refuzonin, por nuk është refuzim, është një ridrejtim hynor, një mbrojtje, një përgatitje. Allahu po të mbron dhe të fsheh nga forcat e errta dhe nga njerëzit që do të humbnin kohën dhe energjinë. Pra nëse jeta të duket e qetë dhe pa kuptim për momentin, ndoshta nuk është bosh, ndoshta nuk është izolim, ndoshta nuk është refuzim, por është qetësia e një hapësire të shenjtë që Allahu ka krijuar për ty, që të mund të sjellë në rrugë ata që janë të destinuar për jetën tënde. Allahu vetëm po e pastron rrugën dhe zemrën tënde që ti të jesh gati ti pranosh bekimet që ai ka përgatitur posaçërisht për ty. Ja një lutje për ty që mund ta thuash sa herë të kesh nevojë. Përsërit pas meje. O Allah, më mbulo me mëshirën tënde, më mbro dhe më fshih nga çdo gjë që nuk më shërben dhe më dëmton. Mos më shfaq përveç se atyre që janë të mirë për fen time, për jetën time dhe ahiretin tim. Bëj që të jem në vendin dhe kohën që ti ke caktuar për të mirën time. Amin.